Dhe kur shkojmë paguajnë, ndërtuesi, se kisha një rast konkret para 2 ditësh me një karagjos. Ndërtuesi i tregon projektin. Edhe ke projekti shikon njeriu, mblidhet gjithë familja, shef projektin, gjithë gëzim, aty projekti shkëlqen me pemë, me ndryqim, dhe paguan. Kur shkon atje, ajo godina nuk ngjan fare me atë që ka parë në fotografi. Është e shëmtuar. E para. E dyta, futet brenda dhe nuk merr dot hipotekën. Sepse ai ndërtuesi ka shkelur të gjitha kushtet e lejes. Se do t'i marri me vete në varr ato metrat katror tepër që ka bërë. Edhe kjo është kostoja që më intereson mua. Nuk është kostoja që do t'i rritet, që mos përmend emra tani, që do t'i rritet X-i dhe Y-it, se patjetër do që të bëj shtesa. Se nuk i dalin. Nuk i dalin 100 vila, do të bëj 120. Do dhe 20 pa leje. Po si edhe një shembull. Dhe para 2 ditësh, fola me njërin që e mora vetë, se i kishte bërë edhe të fortin inspektorëve. Ja kishte shitur apartamentin një zonje me balkon. S'kishte balkon. I kishte marrë balkonin. Dhe me drejt thoshte, ja ku është. Kishte bërë denoncimin. Ma çoi dhe mua, ja ku është. Çfarë kam bler? Një godin me 3 kate dhe në katin e parë me balkone. Dhe ja çfarë kam marrë. Një godin me bubuzhela, se kështu i them atyre kondicionerëve që i vënë në për fasada, se nuk i kanë në lejen e ndërtimit. Dhe do t'ja heqim të tërë kondicionerët nga fasadat atyre që janë akoma në proces, se tjerëve s'kemi që i bëjmë. Dhe ja kishte nxjerr apartamentin në rrugë. Derën, domethënë ajo derën e balkonit e kishte bërë derë për të dalë nga shtëpia në rrugë. Edhe kush vinte në rrugë t'i futej në shtëpi. Këto janë kostot që kam meragun. Nuk janë kostot e atij tipit që o do bëj balkonin, o do hyndis në zezë. A mund të dorëzosh mikrofonin diku tjetër? A mund të dorëzosh mikrofonin tani? Mund të dorëzosh mikrofonin? Eksela sheu Euronews.